Lëmë së bashku me udhëheqjen e lartë të Lidhjes Demokratike të Kosovës, që të bëjmë nderime parashtatores së herojit Zahir Bayaziti, me rastin e përvjetorit të vrasjes së tij bashkë me bashkëluftarët e tij. Në këtë ditë ne përkujtojmë veprën heroike të tyre, por po ashtu përkujtojmë edhe zotimin tonë që të punojmë në një ndërtim të shtetit, për cilin ata kanë luftuar, të një shoqërie demokratike, të një vendi i cili do të krijojë perspektivë për njerëz të ri dhe për gjithë qytetarët e Republikës Kosovës. Faleminderit.